Shumë gjëra bëhen më ndryshe në kohën kur fëmijët kalojnë nga kita në shkollë. Prindërit dhe edukatorët i përgatisin fëmijët për shkollë në një fazë të hershme, në mënyrë që ata të mund të përballojnë ndryshimin me sukses. Ata flasin shpesh me njëri tjetrin dhe shkëmbejnë informacione për zhvillimin e fëmijës. Një çështje e rëndësishme është mbështetja e duhur. Çdo fëmijë në moshën rreth 4 vjeç merr pjesë në një Einschulung unters Uhung. Në teste në formë të lojës, fëmia mund të tregojë se cilat gjëra mund t'i bëjë mirë dhe ku ka ende vështirësi. Prindërit dhe stafi i kitas marrin këshilla nga ekspertët se si mund ta mbështesin fëmijën në mënyrë efektive. Një test i dytë mund të bëhet në vitin përpara se fëmia të fillojë shkollën. Më pas, ekspertët vlerësojnë nëse fëmia është gati për shkollë apo jo. Në vitin e fundit të kopshtit, fëmijët tashmë njihen me shkollën e tyre. Ndonjëherë, ata ftohen të ndjekin mësimet ose të marrin pjesë në aktivitete gjatë pushimeve. Ose ka një ditë të hapur, ku fëmijët mund të vizitojnë shkollën fillore dhe të takojnë mësuesit. Kjo e bën më të lehtë për ta që të fillojnë shkollën. Për të shkuar në shkollë, prindërit duhet të regjistrojnë fëmijën e tyre në Grundschule. Zakonisht, prindërit marrin një ftesë nga shkolla më afër shtëpisë së tyre. Ftesa informon prindërit se kur dhe ku mund të regjistrojnë fëmijën e tyre. Para fillimit të shkollës, shpesh organizohet një takim i parë i prindërve. Atje, prindërit gjithashtu njihen me shkollën dhe mund të pyesin një mësues mbi gjithçka që do të donin të dinin. Në këtë mënyrë, ata mund të mbështesin fëmijën e tyre në mënyrë efektive.